Gati 7 muaj pas nisjes së gjykimit në themel për dosjen Partizani, mbrojtja e ish-kryeministrit Sali Berisha ka paraqitur kundërshtimet e saj duke vënë në pikpyetje qartësinë e akuzave të SPAK. Avokatja Klodiana Gjyzari theksoi se nuk është bërë qartë se cili veprim konkret i atribuohet klientët të saj dhe cilat kanë qenë pasojat e këtij veprimi, duke kërkuar që gjykata të specifikojë faktet e akuzës. Duke u referuar kallëzimit të bërë nga Taulant Balla, që sipas mbrojtjes nisi hetimin për klubin sportiv Partizani, avokatja argumentoi se denoncimi publik i Ballës nuk pati hetime të mënyrshme dhe se çështja u aktivizua kryesisht kur politika e kërkoi vetë këtë veprim. Gjyzari hodhi poshtë frazën e përdorur nga SPAK se të gjitha fajet i ka Saliu, duke nënvizuar se vendimarrjet kanë qenë kolegjiale dhe se çështja e pronave në klubin Partizani mori zgjidhje në vitin 2008, ndërsa aktiviteti i filluar në vitin 1995 nuk lidhet drejt për drejt me përgjegjësinë e ish-kryeministrit. Në këtë proces gjyqësor janë të përfshirë gjithsej 8 pandehur, mes të cilëve 3 shoqëri biznesi, dhëndri ish-kryeministrit Jamar Bërmalltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi. Mbrojtja kërkon sqarime të qarta të akuzave dhe distancim të përgjegjësive individuale nga vendimarrja kolegjiale, duke vendosur në pa pretendimin se ish-kryeministri nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo vendim të marrë në mënyrë institucionale nga sport klubi në entitetet përkatëse.